krenar që jetoj edhe bashkëveproj me qytetarët e fshatit Zhegër, janë super model. Zhegër është super model edhe për fshatet të tjera në nivel të Kosovës dhe nivel të kombit, edhe për kulturën, edhe për trashëgimin, edhe për mikpritjen. Në Zhegër kërkush nuk njihet domthonë që nuk është i Zhegrës. Pavarësisht sonte me ardh në Zhegër me shtëpi, me njerëz të integruar, jetojmë bashkë sikur me qenë një familje, si me qenë një vëlla. Fshati Zhegër njihet si një ndër fshatet më të mëdha dhe më të vjetër të komunës Xhilanit, po sa ka ndryshuar ndoshta numri i banorëve duke marrë parasysh dhe pjesën jashtëshorte? Me numrin e banorëve, sikur në këtë Kosovën është një trend i migrimit masiv, kështu që në Zhegër për morëm shembull tash nëse nuk e din saktë një shtëpi ku ki me shku drejt për drejt, është problem edhe me taku dikon rrugë me vetë ku e ka shtëpinë kryetari ose drejtori i shkollës për shkak se është mungesë e njerëzve shumë. Ka një krinia, sikur është e rënë me thonë mirë, po është vra e ardhmja këtu me jetu në Kosovë dhe në Zhegër, dhe është kriju një mendësi që vetëm jashtë duhet me dalë patjetër se këtu nuk jetuhet. Mirë, po jetohet në Zhegër, jetohet në Kosovë, jetohet në Shqipëri dhe në gjitha ato shqiptare, kështu që i bëj apel të gjitha atyre që kanë mundësi me ardhë, mas milon shtëpit e boshatisëna, mas milon fshatin e boshatisën, se heroj dhe dëshmorët e kombit nuk kam vdek, na me shku me jetu në për shtetet huja, mirë po me jetu dhe me rrunë Kosovë, për shkak se ja kem borgjë gjakut dhe amanitit e tyre dhe rinisë së Zhegrës. Kryetar, nëse ju vetë personalisht largojnë ndoshta për pak ditë jashtë Zhegrës, çka është diçka që nërngon më shumë? Unë ku do që shkoj? Ondrat isha në Zhegër dhe isha me Zhegrën. Domthonë gjithçka më lidhet me Zhegrën, me shku unë shkoj se kam familjen shumicën i kam jashtë venit. Po kërkun nuk nije marat edhe kërkun nuk ushqie marat, kërkun se bëj gjumin marat se në Zhegër. Krejt në fond çfarë veçon fshatin Zhegër ndoshta prej gjithë fshatrave tjerë? Unë shpesh me bëj pak një humor të lehtë, kështu një humor të bardhë, them që nëse një fshat tjetër si Zhegra i kish pas gjithë këto figura, sigurisht do dosh një taks, jo si për parim rama një euro, po një 5 euro një taks me bon me hinë Zhegrë dhe 5 me dal, për marrë me vizitu Zhegrën, edhe me po për morëm shembull, edhe me vizitu familjet e herojve, edhe familjet e dëshmorëve, edhe familjet e sportistëve që kalon nam në botë për morëm shembull, na mburremi për morëm shembull me heroin e kombit Idris Seferi, i cili ka qenë njëri ndër pjesëmarrësit e shpallës pavarësisë Shqipnisë. Agim Ramadani ka thy kufit për morëm shembull i ka bashku kombin. Gjerdan Shaqiri 2 herë avazje ka mujt vetë Serbinë për morëm shembull që traditë Zhegra e ka sa herë don e mund Serbinë. Kështu që sa herë dojmë na fitojmë. Po është krenari e madhe, edhe pse mas mund një krenar me qenë i Zhegrës. Ky është një vend që ka rritur breza luftëtarësh, vend ku dashuria